Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut ka kërkuar informacione nga ambasada e Shqipërisë në vend për ndalesën e zyrtarëve të partisë Vlen në kufi, kanë konfirmuar ata për mediat. Ndërsa për të njëjtën tematik ishin zhvilluar edhe një takim me përfaqësues të ambasadës. Ndalesa e koordinatorit të grupit parlamentar të Vlenit Bekim Qoku, deputetit Adnan Azizi dhe zëvendës sekretarit të përgjithshëm të qeverisë Hasim Murtezani të mërkurën në kufi, bëri që Vlen të mbante mbledhje të kryesisë së partisë. Prej saj përcjellën mesazhin se marrëdhëniet me Shqipërinë, komunikimi institucional dhe bashkëpunimi ndërshqiptar nuk guxojnë të bëhen viktime interesave të ngushta partijake. Qëndrimi ynë është i qartë, do të vazhdojmë me komunikim të përgjithshëm, dinjitoz dhe institucional me Shqipërinë në interes të shqiptarëve, në interes të qytetarëve dhe në interes të stabilitetit në rajon, por njëkohësisht do të jemi parimor dhe të drejtë dhe nuk do të lejojmë që interesat politike të individëve të jenë më të rëndësishme se interesat e shqiptarëve. Ndërkohë, sipas njoftimit zyrtar të Policisë së Shtetit të Shqipërisë, problemi ka qenë te personi 4 që ka shoqëruar zyrtarët e RMV-s, pasi tek ai ka pasur pengesa ligjore për të hyrë në shtetin shqiptar, ndërsa zyrtarët kanë mundur të kalojnë lirshëm, por për shkak se nuk kanë mundur ta kalojnë edhe shoqëruesin e 4 të tyre, kanë zgjedhur që të kthehen në RMV dhe mos ta vazhdojnë rrugën.